Astrid Hysenaj, viktime e pare për mbytjeve në Durrës, kishte humbur prej datës 6 janar. Trupi i pajetit i tij u gjet në një kanal kollues, pranë nishë repartit ushtarak në zonën e Plepave. Ndryshe nga çfarë është deklaruar nga Bashkia e Durrës, se Astrid Hysenaj nuk ishte në orar të punës, familjarët e të ndjerit rrëfejnë se ai humbi jetën në krye të detyrës. Ai në mëngjes, si zakonisht, u nis për punë. Dhe familja nuk ishte dakord që ai të nisej duke thënë që mos shko se është kohë shumë e keq, po të shumshi. Ai prapë veshi uniformën e punës dhe u nis për punë. Kur e pam që nuk erdhi, atëherë familja u shqetësua dhe filluan kërkimet. Dhe në darkë familja u shqetësua akoma më shumë dhe shkuan njoftuan policinë. Duke shkuar disa herë tek urgjenca duke pyetur mos ka ndonjë i aksidentuar ose i mbytur. Dolën kërkim, nuk gjetën asnjë vend, të nesërme fillon duke të denancimet në për policinë, kështu dhe kërkimet, duke pa telekamerat, deri nga ora 8:30 e ditës përpara që kishte vajtë në punë, është parë në për telekamerat që ka qenë duke punuar duke mbledh plerat e lagjes aty ke ura, edhe pas kësaj koha pasaj mas orës 8:30 nuk është gjetur më, nuk është parë asnjë prej. Familjarët shprehen se i afërmi i tyre sipas pamjeve filmike që disponojnë ishte duke punuar në kushte shumë të vështira. Sipas tyre ai ishte duke pastruar në autostradë pranë kanalit, kur e ka rrëmbyer rrjedha e ujit. 8:25 mëngjesit ka qenë duke punuar. Dhe edhe siç e tregojnë edhe ato pamje filmike që disponon familja, ai ishte duke mbledh letrat sipër në ujë, në disa kushte që asnjë të rrallë janë ata që mund ta bëjnë. Familjarët kërkojnë që ky ka rënë në krye të detyrës, sepse sipas pamjeve tona deri në 8:25 ky ka qenë duke punuar. E vërtetojnë që është punë. Ato që i takojnë sipas ligjit një punonjës që se ne mendojmë atëherë ka qenë momenti që është zhdukur. Që nuk është gjetur më. Nëse ndonjëri ka pamje të kundërta, le të na vënë në dispozicion. Që mbas kësaj ore ka qenë duke ikë në shtëpi ose ka qenë këtu. Ne ato që kemi ne 8:25 ka qenë duke punuar. I ndjeri Astrid Hysenaj la pas nënën 85 vjeç, gruan dhe djalin të papunë, të gjithë tashmë jetojnë vetëm me pensionin e të moshuarës.